Ne kemi marrë një mbledhje, ashtu të themi, një tubim shkencor, i cili ka qenë ndërkombëtar duke marrë parasysh faktin se kemi pasur një numër të madh të punëtorëve shkencor, profesorë universitar nga Maqedonia, nga Shqipëria, nga Kosova, po ashtu kemi pasur edhe nga Lugina e Preshevës, edhe nga diaspora. Ideja ishte që të bëjmë një konferencë shkencore ndërkombëtare për shkak se vendbanimet shqiptare nuk janë volontuar asnjëherë. Ne kemi pasur tubime të ndryshme edhe nëpër universitete, edhe andej, edhe kandej, mirëpo kemi folë për shqiptarët, historinë e tyre, arsimin, ekonominë, mirëpo asnjëherë nuk jemi marrë me vendbanimet. Kurse vendbanimet janë krijuar në një moment të rëndësishëm historik që quhet në histori si revolucioni neolitit, kur njerëzit nuk merreshin me ekonominë mbledhësit të fryteve, të ushqimit nga natyra, por filluan të punojnë tokën edhe të nguliten në një territor. Atëherë pra, mund të themi se lindi edhe prona private dhe njerëzit u ngulitën me një vend të cilit vend filluan t'i dalin zot, ta mbrojnë. Zaten nga prona private dhe nga vendbanimet mbrojtja e tyre kanë lindur një numër i madh i konflikteve që e kanë shkruar historinë e njerëzimit.